vendos të ulet për herë të tëra në tavolinë, kryetari Hamza, duke dëshmuar vullnetin e tij që t'i kontribuojë zgjidhjes dhe stabilitetit, të ulet në tavolinë, të diskutojë për emra, të cilat i kemi dëgjuar vitin e kaluar. Sot ne kemi një situatë të re, por me akter të njëjtë, me veprime të njëjta. Ne kemi pas një tentativë të zotit Hamza për t'i dhënë rrugë krijimit të institucioneve të reja. Ne kemi shkuar në takim, edhe pas zgjedhjeve të qershorit, dhe sjellja dhe veprimi politik i Albin Kurtit ka qenë tërësisht i njëjtë. Ai do të imponojë një kandidat për president, do të krijojë situatë që o të nënshtrojë një parti politike opozitare e të zgjedh një president që i duhet atij. Nëse keni pasur zonjën Haxhiu, se si është sjell në takimin e saj me partitë politike, takimi mes tyre, sepse s'ishte ai takim me tjerë, ishte takim mes tyre, pra ajo sillej si një zëdhënëse e partisë, por absolutisht nuk ishte sjellje të ushtruesës së detyrës së presidentës, cilën ajo ushtron tash e sa kohë. Dhe natyrisht që Albin Kurtit në rrethana tilla i duhet një president i cili i përgjigjet atij dhe harron interesin e respektimit kushtetutës, nevojat që sot i ka njerëz, izolimin e Kosovës, stagnimin. Kosova nuk ka qenë asnjëherë prej që mbahet mend dhe qytetarë që sot na ndjekin e dinë kur ne kemi pas një kuvent mbyllur,